Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve mblidhet sot në orën 10 për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke i hapur rrugë një vendimmarrje që mund të përcaktojë fatin e saj politik dhe penal. Prej disa muajsh e pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Balluku është marrë panderur nga SPAK për akuzën e shkeljes së barazisë në tendra lidhur me projektin e tunelit të Llogaras, si edhe është nën hetim për 7 lotët e Unazës së Madhe. Kërkesa e SPAK synon autorizimin e kuvendit për masën e arrestit, qoftë me burg apo arrest shtëpie sipas legjislacionit në fuqi. Për masa si detyrim paraqitje apo ndalimi daljes jashtë të vendit nuk kërkohet autorizim parlamentar, por për arrestin nevojitet miratimi i kuvendit. Vendimi për mbledhjen e Këshillit të Imunitetit erdhi disa ditë pasi Komisioni Evropian ka kërkuar kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesa kërkesën e prokurorisë së posaçme, duke theksuar se lufta kundër korrupsionit është thelbësore për përparimin e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Fillimisht mazhoranca kishte deklaruar se do të priste zbardhjen e plotë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë dhe botimin në fletoren zyrtare, por më pas socialistët vendosën të thërrasin mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve. Ndarja 4-4 me gjykatën kushtetuese lë në fuqi vendimin e GJKK-s për pezullimin e zonjës Balluku nga detyra. Kryeministri Edi Rama shprehur më herët se pezullimi nga detyra cënon funksionin, ndërsa ka theksuar se parlamenti do të shprehet fillimisht për imunitetin, më pas për ndryshimet ligjore të propozuara në kodin e procedurës penale, me firmën e vet Edi Ramës dhe të dy deputetëve socialist Tauland Balla dhe Ulsi Manja. Raporti i Këshillit të Imunitetit pritet të kalojë për votim më pas në seancë plenare të datës 5 mars, duke qenë se kjo javë është javë gjelbër parlamentare. Vendimi sotëm shihet si një moment kyç edhe në përplasjen mes drejtësisë së re dhe politikës me pasoja të drejtë për drejta, sa i përket edhe situatës së disa prej zyrtarëve të lartë.